Adnan, një përkraje jashtëzakonshme pra nga shqiptarët në këtë ndeshje që janë mban botës, i pa shqiptarët edhe nga Kosovarët. Tjera, nga Kosovarët. Nga Kosovarët më shumë, na këqyrë në këtë lojë më shumë emocion edhe me... Diaspora kemi parë shumë. Po, na Kosovarët e këqyrëmi shumë më shumë me tension edhe me emocion edhe me se shqiptarët në Shqipëri. Unë thash më herët bile ty, thash t'i këshëm pas na 12 munisha me mosh 20 veçare, mishti që të, se për na mungojnë lidera të mfush njani që dore në altë njani që, dhe më thonë, janë djemë të mirë pas ka lidera, kupton, që po i lutna që dhe minutën 25 mës me marë gol, që të comi për shti emocioni, se na që dalë me skene, dimi, sa rëndësishmë është me balancu emocionin, edhe mendoj që nëse s'marë mi gol dhe minutën 20, kuptohet, se ata erdhen me një taktik që na urun edhe Bajramin edhe na me njerë si popull, pesh, këta, mu më tha dhe një shoke, qëre adin, thash edhe tia, po menon që taktik i kanë ata, të një jetën e kanë pas aftësin, kanë më na provoku, e dimi, djemë tonë, du mi kuptu që janë me një tension tepër të madhën këtë fush, po pres me fitore të fejlë. Se morë drejkën e Bajramit me veti. Po. Farok, formacioni i Silvinjos i publikuar pak më parë si të duk? Do ishin ato ndryshimet të cilat me thonë drejten, ti mendon? kur flasëm këtu, po na gjykojnë se po bënin ndami, por unë kum prit që nuk do t'jenë plot kosovarë ato të tjere, se do i pas ka hik, e që unë menoj që është gabim, e tha shumë mirë Ismeti, Adrian Ismoli dhe Albert Ramadan, unë menoj që u desh me qenë pak kontestu shumë këndeshe, sepse nuk ka pos nevoj as një fjallë, as një motiv, nuk po thamë që s'kanë motivet e tjertë, po një pjesë që tha dhe Ismeti që jenë rritë këtu, unë menoj që e din shumë a shumë rëndësini e kësoj ndeshe, edhe ka arsye plot të cilat realisht duhet me ditë. Do shta dhe për shkak të presionit emocional, trajneri ka vepru kështu pa? Uroj që mos të kanë rohë në presion të atmosferës jashtë, sepse unë menoj që ma atmosferë është jashtë, për tifozëve të cilët sot nuk janë lënë me hy, që kanë qenë mbështetës kryesor të kombëtarët Kuqezi, sepse pajtona me ato që tha para fol, si që u lidh direkt, sepse sot do të jenë shumë njerëz të cilët ndoshta edhe të pritojnë më shumë nga karrika, se e dim çush kanë qenë siguria në këtë ndeshje dhe pse nuk janë leju. Më e dhimbshme është për mendimin tim kur një pjesë e tifozëve të cilët me vite kanë përkrahur kombëtarën tonë sot nuk do të jenë prezant, e që unë mendoj që është desh me qenë tifozë Kuqezi, sepse ata kanë qenë gjithmonë mbështetës kryesor litorit 12 i kombëtarës tonë, edhe kur s'ka qenë mirë, edhe kur ka qenë mirë. E sot ndoshta në këtë ndeshje unë mendoj që ju ka bërë shumë e padrejtë. Ata janë në Tiranë, ata kanë me simpatizuar kombëtarën nga jashtë stadionit, por unë mendoj që ata është desh me qenë në stadion.